Në Vlorë largohen pushuesit, turistët e huaj dhe Bregdeti fillon të mbushet me qente ndacak, të cilët shëtisin të lirë. Atë vend që më pare kishin zënë kryesisht të huajt këtë të mërkur në të gjenë me 10 qenë ndacak, të cilët e kanë kthyer në habitatin e tyre jetësor. Qenë e rrugës janë kthyer në një shjetësim ndër vite, siç tregojnë edhe vetë qytetarët e Vlorës. Shjetësim për faktin se shumë prej tyre, kur ndiejnë se ju cënohet territori, kthehen në rrezik për qytetarët. Qytetarët ngren edhe shjetësimin se shumë prej qendve apo kafshëve endacake që janë sot në qytet janë të pavaksinuar, teksa kërkojnë marrjen e masave nga institucionet lokale që ky realitet të ndryshojë. Sipas tyre, duhet të ketë një angazhim maksimal prej institucioneve që qend fillimisht të sterilizohen, vaksinohen, por edhe të strehohen në qendrat e kafshëve. Sterilizimi, sipas qytetarëve, ndalon shumimin e tyre, duke bërë që numri i qendve që ende në rrugëve të Vlorës mos të rritet nga muaj në muaj. Shumë të rrezikshme janë, po duhet marrë masa shteti që ti qoroj në ambientet publike edhe ose ti matrikulojnë në bazë rregullave. Pse janë të rrezikshme? Janë të rrezikshme pse nuk janë të kontrolluar. Mbarti lloj sëmundjesh. Po bëjnë edhe rrezik duke ju sulmuar. Po duke ka ndodhur dhe mua rasti duke ecur bregu të detit më kanë sulmuar. 2-3 qenë gati sa nuk kafshuan. Kjo situatë duhet parandalohet. Po duhet parandaluar, kush do i parandaloj? Duhet shteti të ndryshojë. Duhet një nisëm e plot e gjerë për të. Nismën. Kush do ta bëj nismën? Nismë mirë është bëhet, po kush do ta bëj? Kush do ta bëj nismën? Pushteti lokal, nuk diskutohet. Shumë. Pse? Po pse, sa herë që kalojmë këtu, ata turën njerëzve, makinave, atyre që janë me motor, pse si janë të rrezikshëm? Të ka ndodhur ty personal që të kesh të Patjetër. Ndihesh e friksuar? Po ndihemi shumë të friksuar. Çfarë zgjidhje mendon se mund? Atë ta gjej bashkia. Po të drejtë frikë janë se kur del në mëngjes ka një sulmojnë. Shohim që edhe tani, këto orare që ne jemi momentalisht ka shumë në Bregdet. Po këto janë punë bashkisë, do të marrë masa bashkia për këto probleme. Duhen trajtuar kafshët endacake që kanë një strehim apo një përkujdes. Po patjetër ajo është më e mirë akoma. Të ka ndodhur që të sulmojnë? Po, edhe ka ndodhur. Nëse kur dalëm mëngjes dalëm me shkop në dorë. Për të mbrojtur. Pa shkop s'ka del dot. Se kush e di se në zgjendje janë. Kështu që në Vlorë nuk kanë munguar edhe rastet kur qend endacak të cilët shëtisin lirshëm në qytet të kthehen në sulmues të vetë qytetarëve, me 10 raste të tilla në Vlorë, kur edhe turistët e huaj, të cilët vinë në qytet për pushime, bien pre e sulmeve të tilla, duke përfunduar me plagë të marra në spital.